Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përzemërsisht ju përshëndes, duke ju uruar shumë bashkësi në realizimin e çdo gjëje që ka mbetur nga ky vit e natyrisht të gëzoni me shumë dashuri mes njerëzve tuaj ditët e bukura të festave. Sot në studio jam me një artist të mirënjohur, pranë mikrofonit të Mirëmëngjes Shkodër, sot është maestro Markelian Kapidani. Mirëmëngjes maestro, mirë se keni ardhur. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi sepse artistët më duket mua, po kjo është e vërteta që janë miqtë të gjithëve. Muzika që ju shpërndani, muzika që ju bëni, realizoni, është shumë e bukur dhe shumë e pëlqyer. Faleminderit. Është e vërtetë. Mundohemi që të hyjmë në shtëpitë e njerëzve nëpërmjet tingujve muzikor. Kjo është gjuha e shpirtit, normalisht muzika. Është një stacion i bukur shpirti, prandaj besoj se çdo njeri ka pjesë në muzika. Ndoshta edhe në ditët e festave muzika duhet të zënë më shumë vend tek njerëzit, apo ja? Jam dakord, sepse e vura edhe përpara, ndërsa po flisnit duke rreshtuar ato artikujt e gazetave, ka shumë zymtësi në ngjarjet e ditës, ka gjëra të këqija dhe pak vend për gjërat e bukura, të cilat ekzistojnë edhe ato të shkretat, pra koncertet, aktivitetet mira, teatri. Sa gjëra të bukura që na ushqejnë shpirtin. Pikërisht, pra kemi nevojë që edhe vetë ato institucionet e shtypit, pra gazetat, përgjithësi ato vende ku mund të informohet publiku, të flitet më shumë për gjërat mira, sepse kemi nevojë. Ja, për shembull, mbrëm u hap festivali i 60 i këngës në radio televizion. Nuk pam asgjë nga ky informacion të paktën. Ju jeni një specialist, jeni një pjesëmarrës, jeni një drejtues, patjetër që e keni ndjekur, apo ja? Pa diskutim, sepse në një farë mënyrë festivali, pavarësisht se i përket muzikës pop, por në një farë mënyrë është një lloj pulsi i aktiviteteve në përgjithësi që ndodhin në Shqipëri, dhe në një farë mënyrë është kurorëzim. Në fund të vitit, jo më kot edhe ka këtë pikë, si thosh, dhe zhvillohet pikërisht në fund të vitit, si një lloj kurorëzimi i në vështrimin tim është edhe një stat. Ku është muzika e sotme? Edhe kjo është e mundur, sepse brenda festivalit ka autorë të ndryshëm që bëjnë aranxhime, shfrytëzojnë pra orkestrën simfonike të radio televizionit, dhe në një farë mënyrë shifet edhe se ku rrahin ato tendencat e sotme dhe se sa shumë ose ma pak janë të realizuar në mënyrë profesionale. Në një këtë vështrim, festivali ishte një tendencë. Pa diskutim, është një tendencë dhe është këtë vit është edhe prezantuar në këtë mënyrë, duke u munduar se t'i shpjegojnë publikut jo pop rock, jo elektropop, jo ato. Janë disa terma që duhet t'i marrësh me radhë, të shohësh. Ato në stilet, ose përzierjet e stileve të ndryshme me muzikën pop, ose me atë që anglisht quhet popular music, pra muzika e popullit, që është më e lehtë për të dëgjuar, dhe që ne e quajmë muzikë e lehtë pikërisht për këtë arsye, sepse është e lehtë për të dëgjuar. Në fakt, muzika në këtë këndvështrim është vetëm për të dëgjuar, apo për të kënduar nga masa, nga njerëzit që e pëlqejnë muzikën. Mund ta këndosh një këngë të tillë, për shembull? Muzika ka gjithmonë shumë funksione, nuk duhet kur të zhvishet nga funksionet që ka. Funksioni i divertimentit, i vallëzimit, por edhe i reflektimit, i dëgjimit, pra, dhe i mesazheve që ajo transmeton. Me ose edhe pa fjalë, nuk është e nevojshme që të ketë fjalë, sepse muzika ka vetë brenda për brenda ato kombinimet e tingujve që të marra në veçanti disa shprehin gëzim, disa jodhrim, disa magji, disa tjera ankth e tjerë. Pra, muzika komunikon
nëpërmjet kombinimit të tingujve, komunikon me publikun dhe pastaj gjithë secili prej nesh, sipas gjendjes në shpirtërore në të cilën ndodhet, thith më shumë disa formatimësh ose me pak disa tja. Kjo normalisht ka të bëjnë edhe me kulturën, sepse sa më shumë kulturë muzikore që kemi, aq më shumë e kemi të hapur këtë gamë njësish kundrejt kombinimit të tingujve. Pra, nëse ne dëgjojmë shumë muzikë, zhanre të ndryshme, automatikisht e hapim atë pamjen e dëgjimit. Pra, një farë mënyrë ata antenat tona thithin më shumë natyrisht. Ka një spektër më të madh dhe gjithsesi. Në këndvështrimin tuaj, si ishte festivali më rëmshëm? Atëherë, ka në aspektin e përgjithshëm ekziston gjithmonë përpjekje për ta çuar përpara, sepse as kërkush s'ka për të thënë që po bëjmë hap mrapa, sepse ajo gjithmonë njelet si dëshirë për ta çuar përpara. Çështja është se si shkon pastaj përpara. Okej? Ne nuk duhet të harrojmë diçka, dhe unë këtë gjë duhet t'ja them publikut. Prandaj edhe ekzistojnë ata që quhen profesionista, ata që studiojnë muzikë, muzikologët, kompozitorët, dhe ekzistojnë edhe masa, ndër ta futen edhe kantautorët, okay? Sepse nuk kanë shumë kantautor, formim muzikor të të plot. Po kjo s'do të thotë gjë në aspektin e krijimit të këngës, sepse kënga mund vijë nga një person i cili nuk ka lidhje fare me muzikën. Ama çështja që dhën tek drejtimi që i jepet, se dakord, një këngë është një këngë, ndërsa një festival është tansi, pikërisht. Dhe duhet shihet gjithmonë pra në aspektin e përgjithshëm, ku shkon festivali dhe sa risi sjell festivali ose edhe sa kotësi mund të sjell, okay? Sepse këta gjëra ndoshta janë dhe publiku ndoshta dhe i ikin. Shpeshherë kemi fenomene që vinë me publicitet, vinë me zhurmë të madhe, por ama sjellin regres. Okay? Kanë ndodhur në historinë e muzikës dhe në historinë e festivaleve gjëra të tilla, ose edhe gjëra të reja të cilat vinë por nuk bëjnë bujë të madhe, sepse ndoshta idioma muzikore, gjuha muzikore mund të jetë e komplikuar dhe publiku nuk e thith për momentin. Pra, janë disa kontradikta të cilat vetë festivali në këtë rast mundohet t'i nglobojnë një farë mënyret dhe pastaj me kalimin e kohës ato filtrohen dhe disa gjëra ngelin, disa gjëra humen. Shumë e vërtet. Ka shumë këngë që ndoshta nuk janë vlerësuar për momentin, por që kanë mbetë dhe kanë goditur tek publiku e kanë jetuar shumë gjatë. Pikërisht. Prandaj duhet me çështje të tilla, festivali duhet shihet në shumë drejtime. Në aspektin e tingëllimit të orkestrës vazhdon të jetë ai festival i mirë që ka qenë, vazhdon të ketë kualitetin sonor. Në aspektin e krijimeve, këtu tani hasim si thosh një terren të minuar, sepse ka tendenca nga një herë sikur janë të shkputura për të kriju një lloj këngët moderne duke u bazu në motivet folklorike dhe jo të gjitha formulat janë frydhënëse. Sidoqoftë është një rrugë që mund të ndiqet, nuk ka arsye të mos ndiqet. Ndërsa pastaj kemi këngë tipike që vinë me frymën e muzikës pop, fryma e internacionalizmit muzikor, e cila ka të mirat e veta, sepse sjell standarde, por duke sjell standarde një farë mënyrë të ekziston rreziku që muzika të sheshohet, pra të bëhet pak a shumë e njëjtë. Pra janë të gjitha këto gjëra që festivali i sjell me të mirat dhe me të metat e veta. Janë gjëra që gjithmonë një aktivitet është një sfidë. Por nëse marrim në një farë mënyrë atë piknisje ku këngëtarët dialogojnë në një farë mënyrë me artistët e hershëm, ato që kanë mbetur në fondin më të artë të muzikës shqiptare,
çfarë përballje ose çfarë pasqyre kanë me festivalin? Po, me sa pashun, këtë vit të gjithë këngëtarët ishin munguar ose vetë regjia i ka detyruar në një farë mënyrë t'i referohen të kaluarës. Okay? Kjo nuk është gjë e keqe, normalisht sepse tregon një vjeshmëri të festivaleve dhe një farë mënyrë një lloj zhvillimi zinxhir të muzikës son pop music, pra, që nga kohët e hershme deri në ditët e sotme. Kjo gjë pra e krijon një histori në vetvete dhe ka vlerë, po që se edhe krijimet, pra dhe vetë muzika që cilët në festival në një farë mënyrë ta ketë këtë lidhje. Mendimi im personal si profesionist i muzikës është që nuk e ka këtë lidhje. Ose më mirë me thanë, ekzistojnë shkputje, disa shkputje për gjatë historisë festivalit, si që është ajo shkputje e famshme e festivalit ndaluar, okay? Që ka qenë traumë për muzikën shqiptare. Po si puna e saj ka pastaj disa tjera dhe në një farë mënyrë krijimet e sotme e trashëgojnë këtë lloj shkputje, pavarësisht se ato krijimet e sotme vijnë me teknologjinë e re, me tingëllimet bashkohore, por në aspektin e përmbajtjes unë e vërej këtë shkputje, këtë mungesë që për mua është e rëndësishme. Të bisedosh me një profesionist është të kesh një ndihmë të madhe edhe në konceptim dhe në çdo gjë që lidhet me shijimin dhe vlerësimin e një aktiviteti të tillë siç është festivali. Pa diskutim, unë desha të shtoj një gjatë vogël që publiku të ketë të qartë. Do të bëj një analogji me mjekësinë. Okay, ne kur flasim për probleme shëndeti, gjithë secili prej nesh sugjeron të dhëm koka, pi një aspirin ose një takipirin, ke probleme me stomakun, marr pak sodë, etj. Po kjo s'është mjekësi. Okay. Kur kemi nevojë, shkojmë te mjeku profesionist, edhe na jep recetën e ilaçeve për të kuru. E njëjta gjë është edhe për muzikën. Mos e harroni. Në muzikë flasin shumë vetë, të cilët flasin në mënyrë diletanteske, sepse i pëlqen muzika. Ndërsa kur vjen puna, shpesh herë harrojnë të dëgjojnë profesionistët, ata që kanë studiuar normalisht nëpër shkolla dhe njohin me detaj teknikën muzikore. Sepse dikon shumë në shijen dhe kultivimin. Unë mendoj të ndalemi pak më vonë në këtë pikë të diskutimit të sotëm, ndërkohë që në Shkodër, pikërisht në Shkodër është një kulm i veprimtarive muzikore të këtij viti. Tradicionalisht ndërmendje. Po. Një koncert festiv, do ta quaja në një kënd vështrime, është si një koncert i Vjenës për vitin e ri në Shkodër. Okay, gala koncert. Çfarë mund të thuhet për koncertin e si vjetëm, i cili është në datën 30 dhjetor? Po është një koncert i cili një farë mënyrë përfshin aktivitetet ose disa pika kulmore që kanë ndodhur gjatë vitit në qytetin ton, fut këtu dhe disa gjëra të vockla se thosh që kanë të bëjnë me festivitetin e fundit të vitit. Në farë mënyrë është një lloj konkluzioni dhe festë, pra. Është një koncert që ka një lloj tradite që ka fillu me Kujti Malin, i cili nuk është mua mes nesh, dhe nderim shumë për ta. Pa diskutim, vazhdojmë, domethënë, në atë rrugë, pavarësisht se kemi gjithmonë probleme se fundi i vitit i angazhon një pjesë të muzikantëve edhe jashtë rrethit, pra kemi probleme konkretisht kemi pas probleme për të realizuar një orkestër dhe sepse mungojnë elementa, mungojnë muzikanta. Dhe kjo gjë është pak ai zinxhiri që ju pak më herët thatë që nganjëherë kputet, mundohet të lidhet, kputet. Bravo. Pra kemi këto vështirësina
Pranoj edhe gjanat që tush një farë janë shtrengu edhe koha e provave është bërë më e limituar pikërisht sepse njerëzit nuk gjinen ato të mirët janë për shembull të angazhuar disa në festival etj. Pra kemi këto probleme të cilat ne I kemi shka përsyrë në një farë mënyrë, por duhet të në vend gjithë ne në një farë mënyrë në kujdes sepse kemi nevojë për të ripërtrirë forcat e qytetit, forcat artistike, në këtë rast forcat instrumentale. Pra, muzikantat, instrumentistë. Ju së bashku me Gjën Shllakun, të cilin e përshëndesim, përzemërsisht jeni drejtuesit artistik të këtij koncerti. Besoj se keni ndërtuar shumë festiv, ashtu siç thatë, ku orkestra luan një rol dominant, përveçse edhe me këngëtarët. Është orkestra, është grupi Ngen, janë këngëtarë të ri, pra në një farë mënyrë është koncert festiv dhe ka se thosh ngjyra të ndryshme brenda për brenda. Pra gjithsesi është në një farë mënyrë një lloj reflektimi I punës së 2021-shit. Është reflektimi I punës së 2021-shit. Besoj se do ndiqet me shumë kënaqësi sepse gjithmonë ndërmendje është një fest e muzikës. Po, në këtë rast është jo vetëm festë e muzikës, por një farë mënyrë edhe ajo që është arritur në qytetin tonë brenda vitit. Pra edhe si thosh një lloj rezume, një lloj për ju si konkluzioni. Për ju si kompozitor, koncert maestro, është një vit I veçantë 2021. Rikthimi në Shkodër ka sjell një frymëmarrje aktiviteteve, por edhe krijimi të Ngen, këtij formacioni që ka sjell produktet e veta. Po. Është pra ky projekt I ri I cili përfshin muzikantë të kryesisht të ri dhe këngëtarë të ri dhe vazhdon, domethënë ky projekt kemi kohët e fundit kemi shtu një kvartet frymor brenda për brenda, pra kemi atë dëshirën që ta lançojmë me tej përmes spektakleve të ndryshme edhe jashtë Shkodrës, duke kryesisht dush vlerat e qytetit ton, vlerat e muzikës ton, por duke I parë ato në një mënyrë jo thjesht tradicionale ose për thjesht atë mënyrën se si muzika e qytetit tonë është trajtuar deri më sot. Pra duke fut brenda elementa të muzikës jazz, duke fut brenda improvizimet e lira, duke krijuar pra një platformë më festive, më instrumentale brenda për brenda muzikës. Pra jo vetëm këngë siç është zakonisht si bëhet këngë, këto strofa refren me introduksion, por duke pas brenda edhe momente solojet ku instrumentistat lozin. Pra një farë mënyrë ajo që e dallon pastaj edhe e bën edhe vetë muzikantin, instrumentistin që lët brenda orkestrës të jetë pjesëtar më aktiv, më protagonist. Në fakt ju jeni një profesor I muzikës jazz, keni botime, keni aktivitet, keni një kontribut shumë të veçantë, do të thoja, të jashtëzakonshëm. A ka qenë sfidë krijimi I një koncerti të tillë, një formacioni të tillë, sepse në një këndvështrim orkestras, instrumentistët janë shumë protagonist, nga njerë virtuoz në momente të saktuara, ndërkohë që nga ana tjetër është këngëtarët tonë janë të mirë, këndojnë gjithçka, po. Jemi në hapa të parë në fakt në këtë aspekt, sepse është çështje mentaliteti. Okej?
për të kenë një improvizues i mirë, pavarësisht nga muzika jazz apo jo, duhet të jesh rrallë pa një muzikant i mirë. Është pak a shumë si thosh shkruaj poezi ose recitoj mirë, por nuk shkruaj poezi, jam thjesht një aktor. Okay? Shkruaj edhe poezi ose shkruaj prozë, jam edhe shkrimtar. Interpretoj pastaj atë që shkruaj, pra janë të gjitha fazat njëra mas tjetrës. Ose se thosh jam një sommelier i mirë, njoh verën, po s'di të gatoj. Pra janë të gjitha janë hallka të një procesi. Dhe unë synoj kryesisht tek ky kombinim hallkash, sepse edhe kjo e bën muzikën më me vlerë, më të vërtet, më të sinqert, edhe më profesionale. Pra janë të gjitha gjërat që automatikisht tentojnë drejt rritjes profesionale. Kjo më intereson dhe këtu synoj, pavarësisht se pastaj në praktikën e përditshme jam edhe unë detyruar të punoj me kompjuter, të bëj aranxhime, të përdori kryesisht ato pjesën elektronike. Por unë vazhdoj të jem partizan i muzikës me dur, e me vesh, e me tru. Në kënd vështrimin tim, orkestra është më e zhdërvjellën, do ta quaja në këtë formacion. Ndërkohë që këngëtari është një interpretues që dialogon shpesh me orkestrën, por që duhet të ketë një kolor shumë specifik për ta kënduar. Është vërtet. Si mendoni që ta përmirësoni, ta përsosni ose ta ngrini më shumë? Është gjëja kryesore është që vetë këngëtarët fillojnë të mësojnë muzikë. Okay? Në momentin që fillojnë të mësojnë muzikë, automatikisht fillojnë të komunikojnë muzikalisht me mendësi muzikanti me orkestrën. Ky është ai momenti magjik pastaj që shpesh ne shohim në koncerte këngëtare që sillen në një mënyrë kaq të zhdërvjellë dhe të lehtë në interpretim, duke pas një orkestrë mbrapa e cila pompon ritëm, funk, jazz, çat dushti mbrapa dhe nuk ka momente ramjet, sepse ekziston kjo që quhet interplay, pra loja mes njëri tjetrit është e përbashkët, dhe kjo lloj e përbashkët është një lloj komunikimi mes muzikantëve dhe publiku e ndjen këtë gjë kur noll. Okay? Ndryshe i sillet publiku kur ndjen një këngëtar që nuk ka orkestër mbrapa, por që ka një regjistrim të bëm me kompjuter nga një person i vetëm, dhe ndryshe kur ke një grup me një aranxhim, me sistem, me bazën ritmike, pra, e cila është në lojë në të njëjtën kohë, pra publiku këtë gjë e kupton më njëherë, sepse ndin që muzikantët po bashkëveprojnë me styre. Jam shumë e sigurt që kjo është një mjeshtri. Kjo është një mjeshtri e cila nuk arrihet më njëherë, është një sfidë. Ju keni realizuar disa veprimtari, pas ngjen vijuan koncertet e verës që e hapën akoma më shumë koncertin, këngën, patën spektatorë më të shumtë, natyrisht këto janë hapa, apo? Janë hapa, janë të gjitha momente për një proces i cili ka nevojë të piqet, ka nevojë të edhe të rregullohet edhe më mirë, masi si që thash për ne është diçka e re, dhe besoj sepse duke pas dëshirën e trive, se ke ndjej këtë gjë, ka për të vazhdu këtë projekt, ka për të vazhdu sepse i pëlqen trive. Kam idenë që një hap shumë i vogël e ndan profesionistin nga vulgariteti. Dhe kjo kërkon një mjeshtri e cila natyrisht arrihet me shumë punë, arrihet me aktivitet, arrihet me mbajtjen gjallë, me studim. Me sa ju shoh në këndvështrimin tim, ju nuk jeni thjesht një muzikant, kompozitor, koncertmaestër, piano, jazz, ju realiz disa aktivitete tuaja, por jeni edhe një profesor i muzikës i cili shpeshherë jeni edhe i rrept në kërkimin e standardeve muzikore. Jeni shprehur, ju kam ndjekur te kënga magjike, kur për shembull dikush ka vlerësuar lart një këngë, ju keni thënë, jo, më duket si këngë rakie. Do të thënë,
arti nga vulgariteti ka atë diferencën, qoftë të madhe, qoftë të vogël, por e ka. Pra jeni shprehur për rolin e profesionistëve në muzikë dhe në ndalimin e mjaft të tendencave që e çojnë në një degradim. Çështja është, po, është vërtet, por për të shpjeguar thjesht, normalisht ne nuk mund të vëmë barriera, sepse muzika nuk ka barriera. Pra gjithë janë të lirë të merren me nota. Por pastaj ka gradualitete, pra ka shkalla si piramida, okay? Nga baza deri tek maja e saj. Atëherë, këto janë grad në një farë mënyrë rritje të profesionalizmit muzik dhe kanë të bëjnë edhe me sofistikimin e gjuhës muzikore. Absolutisht. Atëherë, merrni për shembull, ku di vet, pa dash me fikër, merrni një poet që i shkruan në poezi, këngë festive, këngë dasme, çfarë dëni ju. Dhe pastaj merrni, ku di, Dante Alighieri, merrni Guido Cavalcantin, merrni Migjenin ton, merrni Fishten, okay? Dhe shohim se si ajo poezia thjesht ka një vokabular, një fjalor të ngushtë fjalësh, ndërsa ajo më sofistikuar, ajo më kulturumja ka një vokabular të madh fjalësh. Okay? Më shumë shpresë. Pa diskutim, ka pastaj përdor metafora, përdor figura retorike, etj. Një seri gjërash të cilat kanë lidhje me kulturën dhe me instruksionin, pra me nxënien, me shkollimin. E njëjta gjë në muzikë. Pra, ke muzikë me gjuhë të thjesht, ke muzikë me gjuhë të mesme dhe me muzikë me gjuhë të lartë. Tani ekzistojnë edhe ato që quhen hibride. Për shembull, mund të marrim një këngë dhe ta bëjmë me gjuhë të sofistikuar, ose mund të marrim një formë si është forma e simfonisë dhe ta bëjmë me gjuhë të thjeshtë. Okej, po këto gjëra i din vetëm profesionisti. Atëherë duhet që publiku në përgjithësi të kuptojnë që kur flet profesionisti, nuk flet sepse i do qefi vetëm, por flet edhe sepse diçka din, sepse ka studiu për këtë punë. Atëherë, le të dëgjojmë pak profesionistat kur flasin, edhe nëse e shohin për shembull një rrym ose një formë muzikore, nuk e bajnë sepse kanë ndaj kujt mall me notat muzikore, por e bajnë thjesht për me i shpjegu publikut që kujdes sepse ka muzika ka stade. Okej. Ty nëse të pëlqen, prandaj edhe ajo krahasimi që kam pavon me qofte që dikujt si ka pëlqy, është pikërisht edhe kjo. Kemi kuzhinë të thjesht, pra buke kebab, që s'ka mas i gjatë kundër, okej? Keni pastaj kuzhinën e lartë që është risotto, spaghetti, pjatat komplikuara. Meqense tregu muzikor është i vrullshëm, a duhet të ketë primate? Duhet të ketë institucione të cilat duhet të kontrollojnë, të ketë një... Pikërisht, atëherë, gjithçka fillon tek shkolla, të dashur në gjus. Shkolla, familja, okej? Është momenti ku ne mësojmë, ku ne kuptojmë, prekim gjanat, mësojmë edhe se si ti kuptojmë gjanat, jo vetëm ti marrim që informacione, pra, po edhe të kuptojmë mënyrën se si me i marrë këtë informacione. Kjo gjë është ai momenti kryesor ku ne mësojmë edhe me kuptu, me nda gjanat e mira, gjanat e këqija, gjanat e bukura, mësojmë format estetike elementare, etj. Pra, në një farë mënyrë këtu formohemi. Dhe kjo duhet të jetë, si të thush, ai investimi kryesor që një vend i cili pastaj do të morret, me çfarë do të morret? Do të morret kryesisht me kulturën dhe me artin që ka. Atëherë një vend që do të morret me kulturën e vet, duhet t'i formojë njerëzit që në moshë të vogël. Dhe në mos arrijë pastaj në moshë të madhe të flasin, ja po nuk kemi muzikë, ose na shkatru muzika, apo shkatru arti, shkatru kultura, kur ti ke shkatru shkollën tënde. Prandaj është shkolla fillimi. Dhe më atej, ato njerëz që mësojnë gjanat e mira, kanë përzgjedhur edhe muzikën e mirë, kanë përzgjedhur edhe poezinë e bukur. Okej? Pra, kjo është, si thosh, problemi kryesor që ne kemi. E kemi tek shkolla rrajen. Pastaj vijnë tjerat. Okej.
ato institucionet shtetërore normalisht fa shkolla, por edhe ma tej, një farë mënyret duhet investojnë ma shumë tek arti dhe të kujtohen edhe zotërit politikan që ne kemi nevojë për art, sepse kur shkojmë jashtë shtetit, jo vetëm për tendera. ne me ke krenohemi me artin dhe me sportin, okay? Nuk krenohet kush me politikën që bëjmë. Tem e pafund me diskutimi, por tem shumë e domosdoshme diskutimi, i cili duhet të ketë masa praktike për të vënë edhe një herë për ta lidhur zinxhirin. Duhen lidh gjanat dhe duhen thënë gjanat. Shpëtim Saraçi, të cilin e përshëndesim me shumë përzemërsi. Natyrisht ishte një pikë tjetër e aktiviteteve të cilat në fakt në Shkodër është unik nga qytetet të tjera, një festival mund të bëhen edhe 2 mbase, siç dikush mund të ketë dhënë mendim, por gjithsesi ky vit kishte parametrat e vet. Po atëherë festivali është diçka shumë e bukur, ky festival është me vërtet festival i mirë dhe këtë vit ne kishim synimin për të njërit aty ku i takon. Pra, jo vetëm në aspektin cilësor, muzikor, por në një farë mënyrët edhe në aspektin ekonomik, në një farë mënyrët, sepse kënga, aranxhimi, poezia, janë gjitha gjana që dikush i shkruan, dikush lodhet për t'i bërë ato gjana. Dhe një farë mënyrët kanë nevojë për një vlerësim të mirë brenda standardeve. Pra, ky ka qenë ajo si thosh pikësynimi dhe ja kemi arrit këtu kemi pas mbështetjen e bashkisë e cila na ka ndihmuar dhe vazhdon ta mbështesin këtë eveniment. Është një eveniment shumë i rëndësishëm për qytetin ton, sepse është si thosh një kartë vizite e bukur që ne e kemi si qytet. Gjithashtu bashkëpunimi me shpëtimin është si thosh një rikthim në kohët e vjetra kur punoshim bashkë në radio televizion. Ashtu siç keni bashkëpunuar edhe me Kanën e Mramshme. Pikërisht, pra në një farë mënyrë e kemi risalduar këtë lidhje të fortë punët dhe kemi dëshirë, kemi plane dhe dëshirojmë që të bëjmë gjëra interesante. Jo vetëm për Shkodrën, por gjëra interesante në përgjithësi me vlera për shqiptarët. A mund të nxjerrim paksa syrin për t'i vështruar këto plane për 2022-shin? Nuk është, janë sekrete. Janë sekret për moment. Ndërkohë që ma merr mendja Gen do vazhdoj, aktivitetet e tjera do t'jenë përsëri në avancimin e tyre apo jo? Pa diskutim, do të vazhdojmë. Kemi, dëshira jonë është për të bërë gjëra gjithmonë më të mira, më të bukura, ta afrojmë publikun, ta informojmë publikun ton për punën që bëjmë, pra jo vetëm thjesht me koncerte, por kemi dëshirë që të fusim në lojë edhe të tjerë, në mënyrë të tillë që të krijojmë atë sinergji, atë bashkëpunimi i cili sjell pikërisht fryte pozitive gjithmonë kur ekziston dëshira mirë. Në fakt, takimi me një artist si ju është gjithmonë një hapësirë e madhe ku mund të dialogosh me artin, por jo vetëm, edhe të ndalësh pikërisht e të ulësh këm kryq të tingujt e muzikës. Është gjithmonë kënaqësi kur ju ftoj në studio. Faleminderit. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për faktin e aktivitetit tuaj në radhë të parë, por edhe këtij këndvështrimi tepër interesant që ju keni duke dhënë kontributin tuaj në muzikë dhe në aktivitetin që ju realizoni vazhdimisht. Ju uroj për vitin 2022.
Faleminderit, shumë faleminderit. Aktivitet të bollshëm. Në radhë të parë shëndet e jetë të gëzuar. Unë shpresoj që publiku të vi, si thosh, një farë mënyrë të leftoj njerëzit që të angazhohen më shumë në aspektin shpirtëror të tyre, sepse ne jemi qenje materiale, por edhe shpirtërore. Kemi nevojë të kultivojmë edhe aspektin shpirtëror. Aspekti shpirtëror kultivohet nëpërmjet muzikës, nëpërmjet vallëve, nëpërmjet poezisë, nëpërmjet fotografisë, nëpërmjet këtyre aktiviteteve me të cilët merren artistat. Dhe ne pa publikut, pra pa ju, nuk ekzistojmë. Gjithsesi është një bashkëpunim shumë i nevojshëm, madje i domosdoshëm, i cili nuk do të bëj kur pa njëri tjetrin. Pa diskutim. Ndaj roli i artistit është shumë planësh. Do të juroja në një pozicion shumë të veçantë, duke shprehur respektin në radhë të parë për kontributin, mbarësi dhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Gëzuar 2022. Miro takofshim gjithmonë në aktivitete të tjera të bukura, të duar trokitura dhe shumë cilësore. Faleminderit. Faleminderit juve.